يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. Allahu t'janë gjithë shka që ka në qiej dhe në tokë. Wa ila Allahi turja'ul umur. Te Allah subhanahu wa ta'ala kthehen të gjitha çështjet. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yani ummeti më zgjedhur që janë shfaq ndonjëherë në njerëz, urdhroni për të mirë dhe ndaloni nga keqja dhe besoni në Allahun subhanahu wa ta'ala. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Po të besonin ahlul kitabi drejt do të ishte më mirë për ta. Minhumul mu'minun. Ka prej tyre besimtarë. Wa aktharuhumul fasiqun. Por shumica e tyre janë të prishur, fasika. La yadurrukum illa adha, ata nuk ju dëmtojnë juve vetëm se ju shqetësojnë. Wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun. Edhe nëse luftojnë kundra jush, ata do të tërhiqen dhe nuk ka kush u ndihmon atyre. Kjo është përktimi ajeteve, kurse komenti ajeteve wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, gjithë shka që ka në qiej e në tokë janë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithë shka që ekziston, ato i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghayrullah, a mos njeh dikush në një krijues përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, s'ka. Allahu subhanahu wa ta'ala është krijues i vetëm. Dhe krijues është ai i cili krijon gjona pa ekzistu dhe pa marrë ndihmë as material të kërkush. Kjo është krijues. Krijues është ai i cili krijon krijesa, krijon gjona pa ekzistu ato, hiç përpara dhe pa marrë ndihmë as material të kërkush. Kjo është krijuesi, Allahu. Për shkak se njerëzit shpesh herë i ngatrojnë krijuesin me ndërtuesin. Krijues është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka kush që krijon kurrë hiç, asnjë sen hiç, përveç Allahu subhanahu wa taala. Kërkush nuk mundet me krijue kurrë. Ai që ndërton një shtëpi, ai nuk është krijues, ai ka ndërtu, materialin e ka marrë, dikun këtë gjonat i ka marrë, si ka të veta. Ai që e bën një libër, ai se krijon libra. Ai që e bën një piktur, i thënë krijuesi, është krijues. Se ai veç i ka kombinuar gjonat, kur çu s'ka bëhet tjetër hiç. I ka marrë do këtu do aty, edhe i ka kombinuar në vend. Ky nuk është krijues. Krijues është ai i cili krijon pa ekzistuar hiç dhe pa marrë ndihmë as material të kërkush. Allah subhanahu wa ta'ala kur e ka krijuar tokën e qiellit, të kërkush s'ka marrë material. Ku ka marrë Allah materialin e tokës që ekziston toka? Ose gjakun që ekziston njeriu, ose mishin, ose kocin, ose gjithçka që ekzistojë. Allah subhanahu wa ta'ala si ka marrë, si ka vazhduar, s'ka marrë material të kërkush. Allah subhanahu wa ta'ala është vetë krijuesi. Subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. I madhërishëm është Allahu subhanahu wa ta'ala, ai kur dëshiron
prej formave të krijimit të tij është vetëm e thotë bëhu edhe ajo bëhet. Kjo është krijuesi. Kur dëshiron Allahu subhanahu wa taala prej formave të krijimit të tij, është edhe ajo që kur dëshiron Allahu subhanahu wa taala veç të bëhu, edhe ajo ka më bë. Që ashtu qysh dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është krijuesi. Walillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. E krejt çka ekziston, krejt Allahu e ka krijuar. Kush ka diçka, më thonë që diellin e hënën e këtu i ka krijuar Allahu, por i jeti ka krijuar dikush tjetër. Tokën e molet e ato i ka krijuar Allahu, por lumet i ka krijuar dikush tjetër. A ka mundësi me thonë dikush? Disa prej njerëzve i ka krijuar Allahu, por disa tjerë i ka krijuar dikush tjetër. Ose. Kërkush nuk ka mundësi me thonë, unë e kam krijuar qëta. S'ka se s'ekziston, nuk ka krijues përveç Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala, ja ju nas duriba mathalan fastami'u lahu. O njerëz, ju bini shembull, ndëgjoni. Ata që i adhuroni përveç Allahu subhanahu wa taala, që i thoni Zota, ata s'janë gjendje asnjë mizë me krijuese, jo me bë diçka tjetër. Një insekt krijes shumë e vogël, nuk janë në gjendje me kriju. Jo ta, kretë bashkë në bojë, njerëz e gjithë, nuk kanë mundësi, kur gjohë, hiç nuk kanë mundësi me kriju heq. Asnjë gjohë heq. Për shkak se krijues i vetëm është Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithçka që ekziston i ka krijuar Allahu. Pastaj me patë drejt ata të cilët janë mushrikin, thonë për shembull, këto janë filoni për Isën e moshdjali i Zotit, ajo melek janë vëllezërat e Zotit. Ato krejt janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala. Kur gjë më shumë hiç, gjithçka që ekziston janë vetëm krijesa të Allahut subhanahu wa taala, dhe vetëm Allahu është krijues. Wa ila Allahi turja'u al-umur. Ta Allahu subhanahu wa taala kanë mëkthyer të gjitha çështjet. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني ummeti më i mirë. Kjo është vlerësimi i Allahut subhanahu wa taala për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i mjafton ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për nder vetëm fjala e Allahut subhanahu wa taala kuntum khayra umma. Ju jeni ummeti më i mirë. Ukhrijat lin-nas, që ndonjëherë është nxjerr tek njerëzit. Se ummeti ka pas shumë. Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar 124.000 pejgamber. Ata kanë pas popull, kanë pas ummete, por ummeti më i mirë i të gjitha ummeteve që është shfaq tek njerëzimi është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A është vetëm për shkakun se është ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se jetojnë në kohën e fundit, mas cilit nuk ka më pejgamber, jo. Për me qenë ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duhet të plotësohen 3 kushte. Kushti i parë besimi. Tu'minuna billah. E besoni Allahun subhanahu wa taala. Drejt me të gjitha kushtet e besimit. Pastaj, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Urdhoni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Nuk janë ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ata të cilët nuk urdhërojnë për mirë dhe nuk ndalojnë nga e keqja. Nuk janë ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Urdhoni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Dhe besoni Allahun subhanahu wa taala. Këto janë veçoritë për me qenë ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë veçoritë për me qenë ummeti më i mirë. Këto janë cilësitë që kushdo që i plotson është ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe është ummeti më i mirë. Urdhni për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është obligim për gjithë secilin besimtar, sipas mundësisë që e ka.
Dhe urdhri për të mirë, ndalimi nga e keqja, është urdhri për të mirë, ndalimi nga e keqja në çështjet e kufrit, shirkut e nifakut të madh. Dhe nëse njeriu nuk e bën me njënën prej tyre, ose me njënën prej mundësive, nuk është më besimtar hiç. Ose me ndalu me dorë, ose me fol kundër saj, ose me urrejt me zemër. Nëse dhe këto nuk e ka, nuk e urrejn as shirkun, as kufrin, as nifakun e madh, të paktën me zemër e tij, nuk është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse nëse janë për gjinoa, është gjinaqar sipas asaj që nuk ka urdhëruar për të keqe, për të mirë edhe ka ndaluar nga keqja, ose nuk e ka urrejt të keqen me zemrën e tij. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Sikur të besonin drejt ahlul kitabi, kishte më qenë më mirë për ta. Sikur ta pranonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për pejgamber, masi që ka ardhur Musa, Isa. Sikur ta pranonin Kur'anin për libër, masi që ka ardhur Tevrati e Injili, lakana khayran lahum, do të ishte më mirë për ta. Minhumul mu'minun, prej tyre ka besimtar. Qysh ka besimtar? Që kanë pranu Kur'anin dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të janë besimtar. Kush do që ka besu Musën dhe Tevratin drejt, pastaj kur ka ardhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e ka besuar edhe Kur'anin dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam drejt, është besimtar. Kush do që ka besu Tevratin e Musën alaihi wasallam drejt, derisa ka vdek, para se më ardhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është besimtar musliman. Edhe Isa alaihi wasallam kështu. Dhe pasi ka ardhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ma nuk vlen besimi përveç se nëse besojnë edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Minhumul mu'minun, ka për atyre besimtar që e kanë besuar drejt Tevratin e Injilin, kur ka ardhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e kanë ditë. Edhe kanë besuar në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se kanë qenë besimtar. Wa aktharuhumul fasiqun, por shumica e atyre janë fasikun. Fasikun janë njerëz të prishur. La yadurrukum illa adha. Me që njerëz të prishur, ata i prishin ose mundohen me i prishur atë të tjerë. Gjithmonë jemi të folur në çështjet e besimit. Ai që e ka besimin e prishur për vete, ka dëshirë, edhe të tjerë, të gjithë me kanë të prishur në besim. Wadda alladhina kafaru law takfurun. Krejt ata të cilët nuk janë besimtar, kanë dëshirë që edhe ju të mos jeni besimtar. Fatakununa sawa, edhe kështu pastaj bëheni barabartë. Ata pa besimtar, pa besimtar. Kjo është dëshira atyre. La yadurrukum illa adha. Por nëse ne jemi besimtar, kush se ka besu Musën e s'ka punu sipas Tevratit, kush nuk ka besu Isën e s'ka punu sipas Injilit, e kush nuk ka besu Kur'anin e s'ka punu sipas asaj që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush gjë neve s'na bën dëm hiç. La yadurrukum illa adha. Ata nuk ju bëjnë dëm asnjë gjë në besim hiç, përveç se ju shkaktojnë disa shqetësime. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. O besimtar, kujdesuni për vetët e juve, kujdesuni për imanët e juve. La yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Nuk ju bëjnë dëm juve ata që kanë devijuar kur hiç nëse ju jeni të udhëzuar. Kret bota me deviju, ti nëse je i udhëzuar, kush gjë në çështjet e besimit s'kan bërë ty dëm kurrëisht. Ata mund me bë pengesën çështën e dunjas, mund me bë lloj sprove, ama të çështja e besimit. Ti je në rregull, nëse vdesi ti je në xhennet. Aleikum anfusakum, kujdesuni për vetët e juve. La yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Nuk jam prish imanin juve kërkush pse ka devijuar për vete. Imani i juve mbetet i sa. La yadurrukum illa adha.
Pse se kanë besu Musën, e Tevratin, e Isën, e Injilin, e Muhamedit sa me Kur'anin, juve si dëmtojnë asnjë gjë. Por a ju shqetësojnë? Po. Për shkak se besimtari mërzitet veç për shkakun se ata që s'besojnë është gjëna se shkojnë në xhenem. Nëse vdesin tillë, kjo është brenga muslimanëve. Kjo është derti muslimanëve. Edhe thirrjen që e bojnë musliman për Islam, për të gjithë njerëzit me hin Islam, është thirrje për me shpëtu, është thirrje për të mirën e tyre. Leja dhurrukum illa adha, nuk ju dëmtojnë asnjë gjë përveç se u sjellin shqetësime. Ajo që ju sjellin shqetësime besimtarëve është e dukshme. Dhe besimtarët vazhdimisht kanë me punu, me luftu, me mbrojt bindjet e tyre, me argumente, me atë që e ka sjellë Allah subhanahu wa taala në Kur'an dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që shfaqen ata me ndonjë shpifje, me ndonjë mashtrim, me ndonjë trillim për çështjet e Islamit, me ndonjë njëllosje, muslimanët vazhdimisht rrinë të gatshëm për me mbrojt, me pastru, me nxjerr të vërtetën në shesh ashtu siç ka thënë Allahu dhe ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun. Edhe nëse ju luftojnë juve për shkakun e fesë juve, ata kanë me u tërheq, kanë me ik, kanë me kthy shpinën. Dhe kjo është premtimi i Allahut subhanahu wa taala. Premtimi i Allahut subhanahu wa taala është se besimtarët do të jenë ata të cilët do të fitojnë. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, ata të cilët nuk kanë besuar e shpenzojnë pasurinë e tyre për me i pengu besimtarët për në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, fa sayunfiquna, ata do të vazhdojnë vazhdimisht të e shpenzojnë pasurinë për me i pengu musliman nga rruga e drejtë, thumma takunu alehim hasra, por kretë ky shpenzim do të kthehet në dëshpërim për ta, thumma takunu alehim hasra, thumma yughlabun, edhe në fund kanë me humb, kanë me mund, në fund ka me fitua ajo që ka thënë Allahu dhe ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yunsarun, ata të cilët mesin kundërshtar, pengesë për ata të cilët besojnë, nuk ka kush ju ndihmon. Pse nuk ka kush ju ndihmon? Për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka më sjell situatën e tillë që besimtarët do të fitojnë edhe në këtë dunjë, por ajo që është më e rëndësishme, besimtarët do të fitojnë ditën e Kiametit. Të gjithë ata të cilët kanë vdekur me besim do ta marrin shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala dhe do të jenë prej banorëve të xhennetit. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.